rivotimi për zgjedhjet e nesërme lokale. Sot votojnë të sëmurët e të burgosurit. Autoritetet mobilizohen për të pastruar oborret e bodrumet e përmbytura. Nga dita e hënë pritet ulje drastike e temperaturave. Vazhdon dukuria e mashtrimeve, 67 vjeçare si marrin 12.400 euro. Ushtria siriane njofton hyrjen në fuqi të armëpushimit në Sheikh Mosk të Halepit. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Nesër do të mbahen zgjedhjet lokale në Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Vrapqish dhe Qendër Zhup, të cilat shkuan në rivotim për shkak të mosarritjes së cenzusit të nevojshëm për pjesëmarrje së votuesve. Ndërkohë sot është duke u zhvilluar procesi i votimit i personave të sëmurë të pafuqishëm, si dhe i personave që janë duke vuajtur dënim me burg. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se sot po zhvillohet votimi i personave të sëmurë e të pafuqishëm, si dhe i personave që janë duke vuajtur dënim me burg, për zgjedhjet e përsëritura për kryetar komunash në komunat Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Vrapqish dhe Qendër Zhup. KSZ bëri të ditur se nga ora 7 të mëngjesit në 7 institucione korrektuese ndëshkuese të drejtën e votës mund ta ushtrojnë 94 persona që janë duke vuajtur dënim me burg ose para burgim. Në total, 249 persona të sëmur ose të pafuqishëm mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në këto zgjedhje. Prej tyre, 146 persona janë të regjistruar për të votuar në Gostivar, 32 persona të sëmur ose të pafuqishëm kanë të drejtë vote në Vrapqish, 69 persona mund të votojnë për kryetar të komunës Mavrov dhe Rostush, ndërsa 2 persona mund të votojnë për kryetar të komunës Qendër Zhup. KSZ thonë se sipas kodit zgjedhor në zgjedhjet e përsëritura nuk kërkohet pjesëmarrje prej 1/3 së votuesve, por që të zgjidhet kryetari i komunës dhe se për njëri nga kandidatët duhet të votojnë më shumë se gjysma e votuesve që kanë dalë në votim, duke përfshirë edhe Qendrën Zhup, ku ka vetëm një kandidat. Zgjedhjet për kryetar komune në këto 4 komuna po përsëriten pasi në zgjedhjet lokale 2025 nuk pati numër të mjaftueshëm të qytetarëve që dolën për të votuar. Qendra e menaxhimit të krizave ka njoftuar se ekipet po intervenojnë me eskavator zinxhiror, si dhe me pompa po nxjerret uji nga oborret e shtëpive, bodrumet dhe sipërfaqeve bujqësore. Institucionet kompetente rekomandojnë për kujdes në vozitje dhe kujtojnë shoferët për posedim të domosdoshëm të pajisjeve dimrore. Në rajonet ku rreshtet e shiut lanë pasoja për banorët, duket se situata ka nisur të stabilizohet. Sipas njoftimit të qendrës së menaxhimit të krizave po intervenohet me eskavator zinxhiror, si dhe me pompa po nxjerret uji nga oborret e shtëpive, bodrumeve dhe sipërfaqeve bujqësore. Megjithatë, pasojat nga përmbytjet vazhdojnë të mbeten shqetësuese për banorët. Në Koçan në lumin Orizarska në fshatin Gërdovski ka dalje nga shtrati, ndërmarrja ujësellësi dhe menaxhimi me ujrat Bregalnica po intervenon me ekskavator zinxhiror. Mekanizmi është ende në teren. Nga e hëna do të filloj pastrimi i shtratit të lumit Orizarska nga Gradovci drejt Orizari, me qëllim që të parandalohet përsëritja e pasojave të padëshiruara. Gjithashtu për në Krushev bëjnë me dije se për shkak të rreshjeve të rrëmbyeshme, uji për pije është turbulluar dhe rekomandohet të vlohet të paktën 10 minuta, kurse për në Tetov rruga drejt Banj Tetov është pastruar, por për arsye sigurie qarkullimi është ndaluar nga SPB Tetov. Si pasojë e vërshimeve në Kërçov, mbeten të evakuar rreth 120 persona. Institucionet kompetente rekomandojnë për kujdes në vozitje dhe kujtojnë shoferët për posedim të domosdoshëm të pajisjeve dimrore. Meteorologët kanë paralajmëruar se rreshtet do të vazhdojnë ndërsa nga dita e hënë pritet ulje drastike e temperaturave. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njoftoi se temperatura më e ulët mund të jetë -13 dhe të martën -14 gradë Celsius.
Drejtoria për punë hidrometeorologjike njofton se reshja do të vazhdojë ndërsa nga dita e hënë pritet ulje drastike e temperaturave. Java që vjen bën me dije ata pritet të sjellë temperatura shumë të ulta edhe atë të hënën. Temperatura më e ulët mund të jetë -13 dhe të martën -14 gradë Celsius. Nesër do të ketë reshje lokale bore, kur do të fryjë erë fort veriore, e cila do të vazhdojë të fryjë edhe të hënën. Nga fillimi i javës së ardhshme, në ndikimin e një presioni të lartë ajror, do të pasojë moti qëndrueshëm dhe i thatë. Në disa vende, temperaturat e mëngjesit do të bjerë nën -10 gradë. Gjatë 2 javëve ka pasur reshje të ndryshueshme, etapa me reshje bore, sidomos në zonat e larta, dhe periudha me reshje shiu në lugin gjatë kushteve pak më të ngrohta. Ka pasur erëra të forta, veçanërisht nga veriu dhe jugoperëndimi, që kontribuojnë në ulje të temperaturave të dukshme dhe ndjesi më të ftohtë. Mashtrues që zhvasin para nga të moshuarit, këtë herë në cak e kanë pasur një 67 vjeçare nga Vinica, të cilës janë marrë para në vlerë prej 12.400 eurosh. Si pas denoncimit të 67 vjeçares së bërë në polici, personi dyshuar e ka kontaktuar përmes telefonit dhe i është prezantuar si mjek. A i ka thënë grua së moshuar se nusja e saj ka pësuar aksident të rënd në vendin e punës dhe se janë të nevojshme para për të bërë një operacion. Njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Më pas, si pas njoftimit, gruaja ka shkuar në bank, i ka nxjerrë parat dhe i ka lënë në vendin ku i ka thënë personi dyshuar. Por më vonë e ka kuptuar se bëhet fjalë për mashtrim. Policia ka bërë me dije se po ndërmerren hapa për zbardhjen e rastit. Ministria e Punëve të Brendshme bën me dije se ka ngritur kallëzim penal kundër 4 personave në lidhje me aksidentin e djeshëm të trafikut në rrugën Naroden Front në Shkup, ku 18 vjeçari me inicialet SS e goditi për vdekje një 79 vjeçare. Policia njoftoi se 18 vjeçari së bashku me babain e tij janë arratisur jashtë vendit. Identifikimi i autorit është bërë përmes kamerave të qytetit të sigurt dhe kontrollave shtesë të kamerave të ndërtesave përreth. 18 vjeçari që e goditi për vdekje gruan e moshuar një ditë më parë së bashku me babain e tij janë arratisur jashtë vendit. Ministria e Punëve të Brendshme bën me dije se ka ngritur kallëzim penal kundër 4 personave në lidhje me aksidentin e djeshëm të trafikut në rrugën Naroden Front në Shkup, ku 18 vjeçari SS e goditi 79 vjeçaren LJ dhe e njëjta nga lëndimet e marra ndërroi jetë, ndërsa shoferi iku nga vendi i ngjarjes me automjetin Volkswagen Passat. Policia ka arrestuar 2 persona që kanë ndihmuar në arratisjen e tyre, ndërsa për 2 të arratisurit kanë lëshuar flet arrest. Shoferi SS-18 dhe babai i tij BS-45 me ndihmën e SHP-45 dhe AJ-53 nga Shkupi, gjë u larguan nga vendi. SHP dhe AJ u privuan nga liria dhe kundër tyre u ngrit kallëzim penal në Prokurorinë Publike të Shkupit, por veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale. Për të riun rëndojnë 2 vepra penale. Kundër shoferit SS-18 është ngritur kallëzim penal për krime të rënda kundër sigurisë dhe njerëzve dhe pronës në trafik dhe për mos dhënje ndihmë personit të lënduar në aksident trafiku dhe po merren masa për gjetjen e tij dhe të BS. Për të 2 personat është lëshuar urdhër arresti. Identifikimi i autorit të veprës penale, tregon policia, është bërë përmes kamerave të qytetit të sigurt dhe kontrolleve shtesë të kamerave të ndërtesave përreth, si dhe deklaratave të dëshmitarëve. Është vërtetuar se automjeti ka qenë në pronësi të babait të 18 vjeçarit. MPV gjithashtu njofton se automjeti Volkswagen Passat, me të cilin është goditur gruaja, dhe automjeti Mercedes, me të cilin SS dhe BS janë larguar nga vendi, janë sekuestruar në stacionin policor dhe është njoftuar prokurori publik për procedura të mëtejshme. Në Tetov janë privuar nga liria 2 shtetas të Shqipërisë pasi paraprakisht ishin denoncuar nga një banor i Tetovës për dhunë ndaj tij. E gjithë rasti sipas policisë ka ndodhur për një automjet të parkuar. Zyrtarët policor kanë privuar nga liria personin 26 vjeçar dhe një të mitur 16 vjeçar, të 2 nga Republika e Shqipërisë. Arrestimi erdhi pas denoncimit nga një banor i Tetovës, i cili raportoi se pas një zënke verbale për një automjet të parkuar Volkswagen me targa
Banka të Shqipërisë, ai u sulmua nga Iriu i cili tentoi ta përdorte një send të mpret, ndërsa e mitura e goditi me një send të fortë. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të ngrihet padi përkatëse, njoftoi policia në Tetov. Sektori i punëve të brendshme në Tetov njoftoi se kanë arrestuar një person i cili ishte i punësuar si sigurim privat në spitalin e Gostivarit, pasi një grua ka raportuar se i njëjti ka përdorur dhunë ndaj saj. Zyrtarët policor në Gostivar kanë arrestuar një 52 vjeçar nga fshati Bellovisht i Gostivarit. Sipas denoncimit nga një grua 38 vjeçare rreth orës 21:30 derisa ajo po ndodhej në qendrën urgjente në Gostivar për të takuar me mjekun kujdestar i punësuar si sigurim privat në spital, e kanë nxjerrë atë jashtë me forcë. Pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse, thuhet në njoftimin e policisë në Tetov. Komanda e operacioneve të ushtrisë siriane ka njoftuar ndalimin e të gjitha operacioneve ushtarake brenda një lagjeje në qytetin verior Halep pas përshkallëzimit me grupin terrorist YPG-SDF. Komanda njoftoi se militantët e SDF-s të ngulitur brenda spitalit Yasin do të transferohen drejt një qytete në periferi. Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar se vendi i tij preq organizata terroriste të respektojë marrëveshjen e 10 marsit me qeverinë siriane. Ushtria siriane është përfshirë në luftime në Alepo pasi luftëtarët e forcave demokratike siriane refuzuan të tërhiqeshin sipas një armpushimi. Të paktën 180.000 njerëz janë larguar nga luftimet. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana raporton se ushtria siriane ka siguruar lirimin e civileve që ishin ndaluar nga antarët e SDF-s në lagjen Sheikh Maksud. Nuk ishte e qartë se sa njerëz mbaheshin nga SDF-ja. Një burim ushtarak i ka thënë Al Jazeera se SDF-ja shënjestroi disa vende, përfshirë ndërtesën e sigurisë publike në Alepo me dronëve të vrasës. Nanar Havaç, analist i lartë i Sirisë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë se me qeverinë dhe SDF-n që mbajnë marrëdhënie me SHBA-n, kjo mund të kufizojë rrezikun e rënies totale të marrëveshjes së marsit, duke shtuar se ajo mban një tavan për shkallëzim. Përfshirja amerikane nuk garanton zgjidhje, por kufizon gamën e rezultateve dhe i mban të dyja palët të lidhura me një kornizë negociuese që asnjëra nuk mund ta përvallojë të braktisë, i tha ai Al Jazeeras. Duke raportuar nga Damasku, Ayman Ogana i Al Jazeeras tha se Washingtoni mund të bëjë më të mirën për të nxituar bisedimet midis qeverisë siriane dhe SDF-s. SHBA-t kanë gëzuar një marrëdhënie të fortë me SDF-n për më shumë se një dekadë. SHBA-t ndihmuan në ndërtimin dhe trajnimin e SDF-s, luftuan përkrah SDF-s dhe 1.000 trupa amerikane mbeten në territorin e SDF-s, ku ata punojnë ngushtë së bashku në përpjekje për të zhdukur ISIS-in nga Siria, tha Ogana. Por SHBA-t gjithashtu kanë forcuar kohët e fundit lidhjet e tyre me Damaskun. Presidenti i SHBA-s, Donald Trump, tha të premten se dëshiron të shohë paqe në Siri, duke shtuar se Washingtoni dëshiron të shohë të ndaluara përleqjet e ripërtrira në Alepo, raporton Anadolu. Trump tha se SHBA-t kanë raporte të mira edhe me kurdët edhe me qeverinë siriane. Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se vendi i tij preq organizata terroriste YPG SDF të respektojë marrëveshjen e 10 marsit në Siri dhe të përmbush detyrimet e saj. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, premtoi mbështetjen e plotë të Evropës për rikëmbjen dhe rindërtimin e Sirisë, ndërsa u takua me udhëheqjen siriane gjatë vizitës së saj në Damask. Numri i personave që kanë humbur jetën në protestat në Iran është rritur në 65, njoftoi Agjencia e Lajmeve të aktivistëve të drejtave të njerëzit në Iran, transmeton Agjencia Anadolu. Raporti i publikuar në faqen e internetit të grupit me bazë në SHBA thotë se demonstratat kanë zgjatur 13 ditë rresht, duke u zhvilluar në 512 vende në 180 qytete në të gjitha 31 provincat iraniane, duke rezultuar në vdekjen e 50 protestuesve, 14 zyrtarëve të zbatimit të ligjit dhe sigurisë, si dhe një civili të lidhur me qeverinë. Autoritetet nuk kanë lëshuar asnjë deklaratë lidhur me të vrarët ose të plagosurit. Irani ka përjetuar një val protestash që nga fundi i dhjetorit
kryesisht për shkak të rënjes së ndjeshme të vlerës së rialit iranian dhe përkesimit të kushteve ekonomike. Irani ka akuzuar SHBA-n dhe Izraelin për nxitjen e trazirave me zyrtar që paralajmërojnë se forcat e sigurisë dhe gjyqësori nuk do të tregojnë asnjë tolerancë ndaj sabotuesve. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan deklaroi se ngjarjet e fundit në Iran nuk do të jenë dështimi i fundit me të cilin përballet Izraeli, duke sugjeruar se përpjekjet e Tel Avivit për të shfrytzuar tensionet e brendshme në Iran janë të destinuara të dështojnë. Presidenti i SHBA-s Donald Trump ka deklaruar se do të fitojnë shumë para pasi u takua me disa drejtues të kompanive të naftës në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar rreth investimeve në Venezuelë. Ishte një takim i shkëlqyer që patëm sot me kompanitë më të mëdha kudo në botë, u tha Trump gazetarëve. Ata do të investojnë me qindra miliarda dollar dhe do të hapin puse nafte, shtoi ai. Komentet e presidentit amerikan vijnë pas urdhërit të tij për një sulm ushtarak në mëngjesin e 3 janarit ndaj Venezuelës, që çoi në kapjen e presidentit Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij. Çifti u largua jashtë vendit dhe tani po përballet me akuza për drogë dhe armë në SHBA. Ata kanë mohuar akuzat në gjykatë. Sulmet me dron gjatë natës mes Rusisë dhe Ukrainës kanë lënë të plagosur dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha me 3 persona të plagosur me një rajon Ukrainës. Sipas autoriteteve në Kiev, mbrojtja ajrore ka arritur që të rrëzojë 27 dron rus. Në Rusi ishte që nisi pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës më 2022, Ministria e Mbrojtjes ka raportuar se ka rrëzuar 59 dron Ukrainës. Nga këto fluturake, 11 u rrëzuan mbi detin e Zi dhe 10 të tjerë në rajonin rus të Krasnodarit. Edhe Rusia ka raportuar për dëme nga sulmet. Shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë ndërsa sërish do të shihemi në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë, mirupafshim.